Kujna saktis. Jasno. Ashtë të gjatë dhe të vështirë të çlirimit dhe të shtetëndërtimit në për të cilën ka kaluar dhe u ynë, 24 shtatori i vitit 2023, do të jetë një nga datat kyçe në kronologjinë e historisë së Republikës Kosovës. Andaj sot, me 24 shtator 2025, jemi bashkuar në këtë akademi përkujtimore për ta kujtuar Afrim Bunjakun, emrin e përveçëm të policit hero që u vra gjatë rezistencës shtetërore të para 2 viteve për sundimin e ligjit dhe lirinë e lëvizjes për mbrojtjen e territorit Kosovës. Atë ditë të diel, me 24 shtator 2023, shteti i Kosovës u përball me sulmin më agresiv dhe më të rrezikshëm ndaj sovranitetit dhe tërësisë së Republikës. Kjo pasi në orët e para të mëngjesit, një grup terroristësh serb të armatosur rënd dhe të trajnuar për operacionet e tyra ushtarake, kryen një agresion me qëllim të marrjes nën kontroll dhe shkëputjes së një pjesë e territorit shtetit Kosovës në veri të tij. Por reagimi profesional i vendosur dhe i guzimshëm i policëve të Kosovës e dështoi këtë operacion duke e mbrojtur tokën e Kosovës pa prekshmërinë e territorit dhe pandashmërinë e Republikës. Në orët e hershme të mëngjesit 24 shtatorit 2023, pasi një siti i ndërhyrjes së shpejt të kufirit kishte raportuar se hyrja në fshatin Banjës të Zveçanit ishte bllokuar nga 2 kamion, mbikëqyrësi i ekipit patrullues në stacionin policor Zveçanit rreshteri Afrim Bunjaku, që atë natë ishte edhe shef i ndërrimit, u nis me kolegët e tij drejt vendit të ngjarjes. Në hyrje të fshatit Banjës të Zveçanit, ata u sulmuan nga një minë kundërkëmbësore e telekomanduar nga distanca, pasuar nga rafale armësh të ndryshme. Me atë rast u plagos zyrtari policor Alban Rashiti, kurse rreshteri Afrim Bunjaku vdiq nga plagët. Pas kësaj, në Banjsk pasoi një operacion i gjerë policor që dështoi planin aneksues të grupit terrorist paraushtarak të Serbisë në Banjsk, që i la të vrarë të paktën 3 pjesëtarë të këtij grupi, kurse e neutralizoi rrezikun prej pjesëtarëve të tjerë. Atë ditë i rënë në krye detyrës, heroi Afrim Bunjaku është dëshmor i mbrojtjes së territorialitetit të shtetit Kosovës, hero i guximit profesional dhe i respektimit të detyrave policore dhe i betimit në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Rrjedhimisht duke u përgjigjur detyrës së tij edhe patriotike, si dhe duke i shkuar asaj deri në fund edhe me dhënien e jetës për ruajtjen e lirisë së hapësirës territoriale të Kosovës, rreshteri Afrim Bunjaku është dëshmor i lirisë Kosovës. Grupi i terroristëve serb që e sulmoi Kosovën në veri të saj e që më 24 shtator 2023 ishte i përqendruar në Banjsk të Zveçanit,
Ishte një grup paraushtarak i organizuar, i trajnuar, i instruktuar dhe i financuar nga shteti i Serbisë. Të gjithë pjesëtarët e atij grupi janë stërvitur nga ushtria, gjandarmeria dhe policia serbe, se dhe janë furnizuar me armë, me municione dhe me pajisje të prodhuara në fabrikat shtetërore të industrisë armatimit në Serbi. Se sa serioz ishte plani aneksues i Serbisë karshi territorit të Republikës Kosovës atë ditë, e ka treguar sasia aq e madhe e armatimit, e municioneve, uniformave dhe e pajisjeve taktike ushtarake, e makinave të blinduara dhe të adaptuara për operacione ushtarake, e hartave dhe e pajisjeve të lloj-llojshme teknologjike, që janë kapur në fshatin Banjsk në ditët e para pas operacionit. Që ky plan operacional ishte menduar të shtriher në një zonë të gjerë veriut të vendit tonë me qëllim shkëputjen e tij, është dëshmuar edhe nga faktet që edhe 2 vite më pas, deri para pak ditësh, policia e Kosovës ka vazhduar gjej armë, municione, uniforma dhe pajisje të ndryshme ushtarake nëpër lokasione të ndryshme në veri, e ka dëshmi se kanë lidhje me të njëjtat aktivitete kriminale. Ndërkaq shumë informacione janë mësuar nga materialet e kapura në atë zonë dhe nga procesi gjyqësor që po zhvillohet kundër disa pjesëtarëve të grupit terrorist serb të Banjskës. Siç e kemi parë edhe nga videogjerimet e bëra me dron me 24 shtator 2023, në krye të grupit kriminal ishte Milan Radojčić, që në atë kohë ishte nënkryetar i partisë Lista Serbe. Pavarësisht kësaj, Lista Serbe asnjëherë nuk e ka dënuar sulmin terrorist në Banjsk. Në këtë pikë, më lejoni të them sa më qartë, as Lista Serbe dhe as një parti apo organizat, e fshehtë apo legale, nuk do të mund, sepse nuk do të lejohet ta heq asnjë grim nga territori, nga sovraniteti apo nga pavarësia e Republikës Kosovës. Kjo sepse Kosova është dhe do të vazhdoj të mbetet histori e suksesshme e shtetëndërtimit, për të cilin paraprakisht janë mbajtur mira e mira vite burgosje politike. Janë vrarë mbi 2000 dëshmorë gjatë luftës së drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe janë vrarë e masakruar mira viktima civile të parmatosura në luftë pikërisht me Serbinë, e cila jo vetëm që të kaluarën e ka kriminale dhe gjenocidale nga luftrat në Ballkan, por edhe politikat aktuale me fqinjet vazhdon të ketë destabilizuese dhe hegemoniste. Në këtë rrugtim suksesi, Kosova dhe populli i saj as nuk kanë qenë dhe as nuk janë vetëm. Ne i kemi patur dhe i kemi në krah shtetet dhe popujt me të cilët ndajmë vlerat e përbashkëta të lirisë, të demokracisë dhe të prosperitetit. Në radhë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetësen e fuqishme dhe të vazhdueshme të shtetëndërtimit në Kosovë, pastaj Britania e Madhe dhe Gjermania, Italia dhe Franca, Turqia dhe Kroacia, si dhe natyrisht Shqipëria, shteti që flet shqip dhe që në shqip do të na shpreh mirëseardhjen një ditë në aleancën e NATO-s. Sot në 2 vjetorin e sulmit në Banjsk, më lejoni të theksoj që Milan Radojčić, personi për cilin kemi dëshmi të pamohueshme se ka qenë i përfshirë dhe në krye të grupit në Banjsk, ka akt akuzë ngritur në Kosovë dhe ndonse dhe vetë ka pranuar përgjegjësinë për organizimin dhe sulmin e Banjsk, ai është liruar nga paraburgimi një ditë pas arrestimit në Serbi, kurse tash 2 vite është edhe i lirë edhe aktiv në Beograd. Ndërkaq shtetasi i Kosovës, Arbnor Spahiu, që akuzohet nga Serbia se ka qenë i përfshirë si polic në rastin e Banjskës, ndonse ai nuk ka qenë fare pjesëtar i policisë Kosovës kur Banjska kishte ndodhur, madje ai prej kohësh jetonte në Gjermani, po mbahet në paraburgim që nga 7 qershori tash e 110 ditë. Bashkia ndërkombëtare fatkeqësisht ka dështuar ta trajtojë me sukses si njërin ashtu dhe tjetrin rast. Ndonse te i pari kemi të bëjmë me një kriminal terrorist ndërkombëtar, kurse te i dyti thjesht me një qytetar që po i shkelen lirit dhe po i dhunohen të drejtat, ndonse kur nuk ka pasur problem me ligjin. Misioni për drejtësi i Bashkimit Evropian në Kosovë
EULEX-i, i cili e monitoron dhe mentoron sistemin tonë të drejtësisë, duhet t'i bashkangjitet kërkesës së Kosovës për dorëzimin e Milan Radojqiqit autoriteteve të rendit dhe drejtësisë në Kosovë. Ne jemi shtet demokratik dhe sigurojmë proces të drejtë gjyqësor për secilin pavarësisht peshës së rëndë të veprës në këtë rast apo përkatësisë etnike të akuzuarve. Vetë struktura e pjesëtarëve të policisë së Kosovës e dëshmon dhe e shpërfaq këtë. Ta zëm që nga marsi i vitit 2021 deri në korrik të vitit 2025, kur në policinë e Kosovës janë rekrutuar 2731 pjesëtarë të ri, 2368 prej tyre janë shqiptarë, ndërsa 208 janë pjesëtarë serb. 86 janë bosnjak, 23 turq, 20 egjiptian, 19 ashkali, 9 rom, 3 goran dhe 1 çerkez. Përbërja e policisë së Kosovës është multietnike. Kosova ka një ndër policitë më profesionale dhe të mirë trajnuara, me nivel të lartë të kontrollit demokratik dhe me barazi të brendshme. Ju lumt policëve të Kosovës që kanë marrë pjesë në operacionin e 24 shtatorit 2023 për mbrojtjen e territorit të Kosovës nga Serbia gjatë sulmit kriminal me qëllime aneksuese në Banjsk. Historia e shtetit Kosovës do t'ju nderoj dhe do t'ju kujtoj për profesionalizmin dhe guximin tuaj, si dhe për shërbimin që ja keni bërë Republikës. Lavdi herojit Afrim Bunjoku, dëshmorit të lirisë së pasqënueshme të Republikës së Kosovës. Ju faleminderit. E falenderojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, për fjalimin e tij. Tani kemi nderin të ftojmë në